Avokat, mbrëmjen e djeshme doli lajmi që disa persona janë futur në mënyrë të paautorizuar në emailët e 3 prokurorëve dhe është tentuar për të futur në emailin e kryetarit kreut të prokurisë posaçme zoti Dumani. Si e cilësoni këtë ngjarje? Për mua kjo ngjarje është një lojë e radhës dhe nuk është një ngjarje e cila flet ashtu siç flasin deklaratat e Spakut, për shembull që disa njerëz u futën në mënyrë të paautorizuar tek emailet e prokurorëve. Unë mendoj që kjo është një lojë për të hequr vëmendjen tek arrestimi i Erion Velis, por edhe jo vetëm kjo, edhe për rastin që nuk kemi arrestime brenda muajit mars. Të gjithë kemi parë dhe kemi dëgjuar që ka pas iniciativë nga prokuroria e posaçme të kryeshin disa arrestime dhe këto arrestime nuk kanë ndodhur ashtu siç pritej nga qytetarët. Kjo lojë e mirë organizuar ose kjo ndërhyrje e pa autorizuar e cila është në dyshimet e para për shkak se kemi një procedim penal është thjesht për të justifikuar që ne nuk bërëm arrestime dhe nuk kemi bërë asgjë, po thjesht vetëm sepse jemi sulmuar. Pse e them këtë? Sepse pikërisht duhet të dini edhe ju vetë që Shqipëria para shumë vitesh, para 2 vitesh mos gaboj, u goditëm nga një sulm i cili ishte në kësaj natyre dhe normalisht institucionet shtetërore duhet të kishin marrë masa parandaluese që mos të ndodhin raste të tilla. Dhe nga deklarata e vetë Spakut thuhet që ne kemi bërë një kontroll administrativ, nuk na ka rezultuar që kemi një spion të brendshëm, por na ka rezultuar që kemi një ndërhyrje. Tani, kur nuk ke cenim të IT-s, nuk ke veprime të cilët të kanë çuar në atë drejtim, çfarë don ti të fshihesh apo çfarë ti don të parandalosh në të ardhmen, sepse është e çuditshme që është bërë ky veprim i pa autorizuar për të marrë çfarë? PDF të hetimeve? Për të marrë PDF thjesht? Përse? Sepse hetimet nuk bëhen me PDF. Provat ngurbullohen me A4 me letra. Dhe ato që ti dërgon në gjykatë si prokuror, i dërgon pikërisht me A4 letra dhe nga letra rezulton procedimi, po jo nga PDF. Avokat, po nëse janë po themi hakëruar emailet e brendshme 3 prokurorëve. Në emailet e brendshme mund të ketë që prokurori mund të po themi i jap direktiva ndaj agjendëve të BK-s për të kryer disa veprime dhe këtë mund ta bëj përmes emailit, sepse emaili është komunikim zyrtar dhe aty mund shkëmbejë dhe po themi PDF ose materiale që janë marrë në mënyrë ose hetime që janë deri tanishme, për shembull një agjent i BK-s mund t'i thotë prokurorit që deri tani jam në këto nivele hetime dhe këtë mund t'ia çoj përmes emailit duke menduar që emaili është i sigurt. Pra pse mos ta mendojmë që me të vërtetë aty ka pasur, po themi, sekrete shumë të rëndësishme hetimore? Kur flasim për sekretin hetimor dhe veprimet hetimore, kërkojnë një sekret të shumë të thelluar hetimor dhe kërkojnë sekretin në fjalimin e vetë të çdo veprimi bëhet me komunikim të drejtë për drejtë me prokurorin dhe jo me email. Në rast se prokurorët tanë nuk janë në komunikim të drejtë për drejtë me OPG-t përkatës, atëherë ne nuk kemi një seriozitet të hetimit. Thjesht kemi bëj këtë veprim procedurale dhe kaq. Prandaj unë duhet të them që komunikimi institucional nëpërmjet emailit nuk është se non hetimin, sepse hetimi në rast se ka filluar duhet janë ngumbulluar provat dhe komunikimet që kanë njëri me tjetrin, OPG-t dhe prokurorët nuk ka të bëjë thjesht vetëm për anën procedurale, por ka të bëjë mos kemi diçka tjetër që është fshehur dhe nuk është thënë në publik, sepse ajo që unë kuptoj është kjo qartë. Komunikimin me email mund të kemi në një institucion. Nuk e ndalon ligji, madje edhe e lejon për të shmangur dhe kohën edhe takime të shpeshta të cilët janë pa qëllim, pra pa rezultat konkret. Por ne duhet kuptojmë qartësi, provat mblidhen në rrugë operative dhe nuk mblidhen me urdhra të prokurorit. Që do të thotë, edhe sikur të kemi këto raste, çfarë do të thotë? Do të thotë që personi i cili është në procedim penal ka një uri që është në procedim penal, pra ky person nuk do shkojë të merret me emailet e prokurorëve. Ky person do shkojë të gjejë rrugën e duhur, ashtu siç e mendoi ai vet, në mënyrë të kundërlishme të bëj korrupsion.
Ç'i duhet një personit PDF-ja? Ç'i duhet një personi emaili që prokurori ka komunikuar? Çfarë prova duhet prishin? Dhe në rast se jemi në prishjen e provave, atëherë prokurori duhet të marrë masa me njëherë që emaili që është marrë, është rezervuar për procedimin e lidhur, të arrestoj personin ndaj të cilit ka filluar procedimi penal. Ndoshta nuk është ai që e ka bërë hakerimin. Po nuk na intereson kush e ka bërë hakerimin në këtë momente. Ne intereson që organi që procedon, që ka regjistruar një procedim penal dhe është sulmuar pikrisht një pjesë të asaj që i duhet të personave që kanë marrë si material. Ndoshta prokurori deri në këtë fazë nuk është i bindur që ndaj tij mund të ketë një mas arresti. Nuk e besoj këtë gjë, sepse procedimi derisa ka filluar mund të kemi detyrim paraqitje, pse duhet ta vendosim tjetrin në arrest? Ose mund mos ketë fare një mas, po themi ndaj atit. Unë Mund nuk të jetë besoj, fazë paraprakë dëgjoj. hetimesh. Po procedimi është hetim para prak, nuk është se personi është i ndjekur penalisht, as i pandehur. Pra do të kemi parasysh diçka. Kur prokurori mendon se është sulmuar emaili i tij, ai vepron menjëherë duke parë ku është sulmuar, si është sulmuar në datën 12, 13, 14, 15 mars, jemi me datën 2-3 prill, që do të thotë pse duhet të dalë ky njoftim, edhe pse nuk kemi procedura ligjore që të tregojnë që prokurori ka vendosur të dërgojë çështjen në gjykat për një masë konkrete. Pse duhet të bëhet kjo lojë mediatike që u sulmoi një institucion i cili është i mirë paguar dhe mirë financuar për të shmangur këto raste të rrezikshme për sa i përket pjesës së hyrjes në mënyrë të padrejtë në kompjuterin e prokurorëve. Pse duhet të bëhet ky lajm? Sepse ndoshta ky është institucioni vetëm që në këto momente të gjithë njerëzit kanë syt aty për shkak të procedimeve dhe masave që ka marrë. Edhe ky institucion duhet të jetë kaq shumë vulnerabël që të ketë një sulm të tillë të padrejtë? Pra lind pyetje, janë pikpyetje të mëdha këto. Si një institucion i shumë financuar dhe mirë financuar për sa i përket ekspertizës, për sa i përket teknikës, futet edhe ka mundësi të ketë një ka pasur raste që kanë rrjedhur informacione nga agjenci siç është FBI-a dhe CIA. Pra, mos e bëjmë që nuk është herezi që një institucion si Spaku të bie prej hakerimeve kur në fakt këtu po themi avancimi i sulmeve kibernetike ka arritur majat ose edhe i hakerimeve. Pra, ne mund të gjykojmë se si është po themi qasur Spaku ndaj kësaj që i ndodhi apo jo. Tani është edhe një pyetje tjetër, a mund të kemi një procedim penal brenda prokurorisë së posaçme në rast se ajo prokurori nuk ka marrë mjetet e mjaftueshme për parandalimin e hakerimit? Kush e bën këtë hetim? Vetë prokuroria heton veten e vet. Dhe vetë prokuroria mund të procedojë veten e saj për prokuror apo zyrtar administratë të saj të procedohet për shkelje. Pra kemi këtë garanci. Se unë e di që këto sulme që i thatë më përpara, kështu policia amerikane dhe këto të raste të tilla, këto janë proceduar dhe ka raste të cilët janë paseguarve. Po në rastin tonë, pse doli deklarimi dhe tha që ne nuk kemi parë që kemi punojës tanë të përfshirë në këtë rast. Pra del një deklarat pa u hetuar, duke paragjykuar dhe duke dalë në konkluzion. Si ju duket kjo? E drejt ju duket juve? Pra mua nuk më duket e drejt, mua më duket pikërisht një lojë. Dhe kjo loja ka të bëjë pikërisht me këtë që ne nuk bërëm asnjë iniciativë këtë muaj në mars për të bërë arrestime, për arsye sepse ishim të goditur. Tani kur ky institucion nuk ka bën arrestime apo nuk bën procedura hetimore dhe mjafton vetëm sepse është goditur nga një ndërhyrje të padrejtë, çfarë nuk kupton për ju kjo? Për mua nuk kupton lojë dhe nuk kupton një strategji tjetër që do të heqë vëmendjen nga ajo çfarë është procedimi dhe arrestimet e tjera të mundshme. Se unë jam fare pikërisht me këto dakordësia arrestim fut në përburgje dhe pastaj marrin pafajësi. Kjo është një lojë shumë e qartë, nuk ka të bëjë fare absolutisht me ajo që ju shikoni një deklarat dhe më fal, pse duhet të dilte nga një portal ky informacion dhe pastaj të reagonte prokuroria e posaçme. Lindin shumë pyetje. Dhe pasi doli në një emision televiziv, doli sot një deklarat që jemi sulmuar. Pa pranohet fakti konkret i sulmit, nga rezultati i deklaratës
tregohet që nuk kemi të bëjmë me një sulm kaq shumë të rënd, po ishte pjesërisht një sulm dhe ne bërëm 2 arrestime që të plotësonin praktikisht statistikën. Pra të themi që kemi arrestuar 2 veta. E kuptoni në cilën gjendje jemi sot ne? Pra institucioni që besohet nga shqiptarët thotë që jam sulmuar. A besoni që është sulmuar, ka ndodhur sulm? Nuk e besojnë që është sulmuar. Po kemi 2 të arrestuar. Asgjë nuk besojnë që është sulmuar. Po nuk e besoj këtë gjë. Sulmi është vetë një intrigë e brendshme brenda prokurorisë. Kaq di unë. Po pse duhet të jetë një intrigë kur ke 2 veta që janë prapa hequra? Sepse Velia ju arrestu në shkurt, në mars duhet ishin arrestuar të tjerë. Në këtë muaj që flasim duhet arrestojnë të tjerë. Përderisa ata duan edhe plotësojnë statistika. Dhe jo se kanë qenë këta të këqij, pra kanë bërë këta ndërhyrje këta 2 persona. Kanë bërë ndërhyrje këta 2 persona dhe ne do ta marrim të mirëqen që ka ndodhur fakti konkret kriminal. Fakti provohet nga gjykata. Dhe Spaku ka vetëm një punë të prodhoj statistika. Arrestimi nuk më thot mua asgjë. Dhe pse në një rast konkret që jemi në muajin mars nuk doli ky lajm? Dhe të dali tani në fillim të këtij muaji. Dhe pse duhet gjatë kësaj kohe 2 gazetar, njëri e pranoi publikisht, një tjetër akoma nuk dihet kush është, që i ka dërguar atit të dhëna hetimore ose PDF në varë çfarë i ka dërguar, dhe përveç kësaj i ka dërguar edhe një shkres, një urdhër që të ndalohet publikimi i të dhënave që ju kanë dërguar në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të palishme. A është lojë kjo? Kjo është lojë. Për mua nuk quhet. S'është ligjore që një prokuror t'i kërkoj një gazetari një urdhër ndalimi në raport. Nuk është ligjore, po pse duhet ta bëjë një prokuror këtë? Se jemi në Republikë prokurorësh, domethënë. Dosjet janë akoma në hetim. Edhe njëherë po ju them, gazetari nuk ndalohet të publikojë. Në Shqipëri është parë kjo gjë. Në një vend kur ke humbur destinacionin e demokracisë dhe zhvillimin, ndalon gazetarët të kryejnë detyrën, konverton korrupsionin për shifra. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Pra kemi humbur destinacionin e dur të pavarësisë së punës. Dhe madje pavarësia në gjyqësor dhe liria në media. Media nuk është e pavarur, është e lirë të kryejë punën e vet për të pasqyruar të vërtetën. I pavarur për vendimarrje është prokurori, po i nështrohet ligjit. Po jo media i nështrohet ligjit. Kemi arritur në kulmin që media do t'i nështrohet ligjit për shkak se prokurorët bën lojë me fashikuj. Është shumë e qartë kjo gjë. Do rast tjetër, rasti e fashikujt të Ilir Metës doli për 24 orë, doli të gjithë kanë marrë fashikullin e Ilir Metës. Rasti fashikujt të Sali Berishës brenda 8 orëve të gjithë kanë marrë. Fashikullin e Erion Velis me zorë kërkon djathtas majtas. Se merr dot. Fashikullin e Ilir Beqet nuk e gjejmë dot. E kuptoni ku jemi? Pra, do të thotë që aty ku dashkemi të nxjerrim diçka dilka dhe aty ku nuk është bërë diçka, pra nuk duhet të dali, duhet të ndalohet gazetari për të publikuar. E kuptoni ku jemi? Pra jemi në një situatë që ju si gazetar duhet i nënshtrojeni urdhrave, jo ligjit, urdhrave të një prokurorit, i cili qartës e thot dështova për të mbrojtur sistemin tim brenda prokurorisë. Asnjërs do thotë që kemi dështuar. Të gjithë thotë jemi në punën mbar se po bëjmë punën tonë. Për të bindur qytetarët shqiptar, çfarë të bindin qytetarët shqiptar? Për të bindur për arrestime? Për të bindur qytetarët shqiptar që i arrestojnë në mes të rrugës për statistika? E pat ju rastin tjetër, rasti skandal? Nga komunikimet ishte kapur një person tjetër brenda në burg nga Spaku për përgjigje të Skype. I tha falje publike dikush një person që është kapur kot nga agentët e BK-s nga Spaku? Para 3 muajsh ka dalë një rast dhe nuk u thuma as i vend, nuk u tham as i vend, që përsëri personat të i kalimin e afat të paraburgimit
nuk u gjet asnjë provë nga ana e prokurorisë. Çfarë ja hakeruan, u futën në mënyrë të padrejtë. Këto t'i japin tek ata të cilët akoma sapunin dhe djathit nuk i bën dot të ndarje dhe dallim midis tyre. Kush është produktiv dhe kush është që të çon në spital për zhbllokim. Tani duhet kemi parasysh diçka. Kur një prokurori sulmohet me kaq shumë mbështetje financiare, është e papranueshme justifikimi që ka ndodhur në shtete të tjera. A ka ndodhur tek ju? Po, dërheqet. Shkarkimet me njëherë nga puna. Se në rast se sot ju që jeni amator dhe goditeni në këtë farë forme, nesër do marri iniciativë një tjetër më profesionist dhe do t'i bëj hatan ata të tyre brenda. Pastaj çfarë do të themi ne? Justifikojmë rastin sepse jemi goditur para 2 viteve, u goditëm para 1 muaji dhe tani po u goditëm përsëri, nuk ka fajtor. Prandaj ajo çfarë është bërë me SPAK-un është bërë një hata kushtetuese që asnjë institucion nga jashtë nuk mund të hetojë çfarë bën brenda në SPAK. Kemi lejuar një pavarësi absolute e padrejtë nga ana ligjore, që një prokuror të urdhëroj gazetarin të thotë do bësh kështu si them unë. Me urdhër, jo me ligj. Ligji është gjë tjetër. Me urdhër, urdhri nuk është ligj. Se në anën normative, urdhri nuk llogaritet kur ligji të jep ty përparësi si gazetar të bësh detyrën tënde. Po për shkak se është e tillë strukturuar ligji, të bën që ti si gazetar ti nënshtrohesh një urdhër të padrejtë. Dhe derisa të fitosh ti të drejtat e tua. Dhe mos haro rastin tjetër, rasti Qynë. Fitoi të drejtat e tij. U revokua masa e sigurisë. Por në fazën e parë ju a bllokuan të gjitha. U desh që të bënte përpjekje dhe ai ishte një sulm, një ndërhyrje pa drejtë në punën e një gazetari, nuk merret me rastin e tij si individ. Po një gazetari flas. Edhe ju merrni të mirëqen që ka goditur institucioni mirë financuar me justifikimin që shiko çka ka ndodhur në vendet e tjera? Jo. Unë mendoj që jemi pikërisht në një lojë, nuk e di kujt i shërben qartazi, politikisht në aspektin e përgjithshëm politik, por mendoj se jemi drejt një sulmi të brendshëm që ka të bëjë me pjesëtar Partinë Socialiste dhe grupe rivale brenda saj. Zoti Zhlima, në fakt në dosjet siç po flitet gjerësisht në media, bëhet fjalë për dosjet të një biznesmeni, një ish-ministri dhe deputet i tanishëm dhe kandidat për deputet, si dhe një personi të afërt me biznesmenin. Berisha sot ceku dhe përmendi që po i vjen në rrotull Fatmir Xhafajt. A dihet se po themi çfarë flitet në ato dosje, çfarë ka rrjedhur nga ato dosje? Nuk e dia është person në fjalë, sepse zoti Berisha gjithmonë nxjerr emra, rasti i tij që gjithmonë e bën me emrin e zotit Xhafaj, por në rast se jemi në këto kushte, do të thotë që jemi në një luftë të brendshme në Partinë Socialiste. Dhe në rast se kjo dosje ka biznesmen dhe ka dhe politikan, do të thotë që duke qenë në këto kushte, SPAK-u do të marrë të paktën një masë sigurie. Jo arrest në burg, jo arrest në shtëpi, detyrim paraqitje. Pse? Që unë mos të legjitimojmë të them që kjo është një lojë e brendshme. Doni zotëri të bëni punë? Po, procedojnë në gjendje të lirë. E di pse bëhet procedimi? Çfarë është procedimi? Çfarë është masa e sigurisë në procedimin penal? Është një mjet procedurial që të bëj personi që të vihet në dieni që ky person duhet t'japi llogari përpara gjyqësorit. Por nuk është mjet arrestimi, futje kalbe në burg dhe kur të mbledhin prova, hajde se diskutojmë. Rasti që themi përfshirjen e Xhafës, përfshirjen e Xhaçkës, përfshirjen e Tauland Ballës, përfshirjen e politikanëve se këta të PS-s janë të papam nga politikan burgaxhi. Tani politikanë janë në këto kushte. Dhe vjen tani ky sulmi. Vjen reagimi i Berishës. E dini çfarë mua më kujton kjo gjë? Gjymdhënia në vazhdimsi. Gjymdhënia për mandatat e prokurorëve të SPAK-ut. Kush e normon ligjin për zgjatjen e mandatave të tyre? Si normohet ligji? Nëpërmjet votës në parlament,
se vota ime dhe jote po do hedhet në kutinë e votimit dhe nuk ka më pesh aspektin e vendimarrjes në parlament. Dhe në rast se thoni që është rasti Xhafaj, është akoma më e tmerrshme. Të e thot Berisha, ne. Po, për rast Berisha ne marrim manualin që Berisha shpik në publik, por është akoma më keq. Pse? Sepse brenda prokurorisë që ka një politikan I cili është ai që bëri reformën, pra bërën reformën, me këto skandale që ka, ai që tenton të ribëj një komision tjetër përsëri për reformë, mos është në I kanosje për Xhafajin që mos të jetë më edhe sikur të jetë deputet person që duhet bëjë ndryshime kushtetuese? Prandaj kjo lojë për mua mbetet lojë dhe nuk do të mbetet kurrë procedim penal. Edhe sikur zoti Xhafaj, se kjo nuk është mbrojtje për zotin Xhafaj, po thjesht e them nga aspekti juridik, të ketë bërë një vepër penale duhet ishte hetuar në momentin kur ai e ka bërë veprën penale. Dhe nuk ka pse të kishte rrjedhur një informacion I padëshiruar. Pra, jemi në fazën që unë ju them, është një lojë e mirë organizuar për të bërë presion në aspektin politik nga vetë spaku për të zgjatjen e mandateve. Ju a e mendoni se zoti Veliaj e kishte menduar ndonjëherë që do ishte në burg? Nuk e mendoj se mendoni. Asaj vetë nuk e mendonte. Po zoti Meta, po ashtu edhe ai. Po zoti Berisha, po ashtu edhe ai. Po 5 drejtorët e Bashkisë së Tiranës, po ashtu edhe ai. Po rastin e Ilir Beqit, po ashtu edhe ai. Ai asnjëherë, këta si individ nuk kanë menduar kurrë se do kapen. Po kjo nuk do të thotë se drejtësia është ajo që veproi. Ata besuan tek vetja e tyre që mund të bëjnë gjithçka mbi ligjin. Sepse pikërisht ata janë ligji. Dhe këta që unë po të citoj janë individ të cilët kanë qenë dhe janë pjesë të pushtetit legislativ që është parlamenti, që zbaton edhe vetë spaku. Nëse të dalë një ligj dhe thotë të gjithë prokurorët e spakut shkarkon me njëri nga detyra, do jetë prokuror I cili s'do të jetë shkarkuar nga detyra? Nga ku? Nga parlamenti. Prandaj, kjo është një lojë juridiko-politike për të arritur qëllimin dhe objektivin e vetë që ka spaku. Sepse me kalimin e 9 vjeçar të mandatit çdo prokurorit, nuk shkrihet godina spak, por ikën prokurori nga ajo prokurori. Në rast se ai prokuror ka bërë këto arrestime, dhe në rast se ai prokuror bën arrestime duke goditur grupin e organizuar, pas ndryshimeve kushtetuese që do ndodhin në 11 maj në vazhdim, mendoni ju si qytetar dhe unë bashkë me qytetarë të tjerë që do ketë guxim një prokuror të sulmojë krimin organizuar, le politikën, si të politika në fund fare do merren me disa drejtorë, e do sulmojë krimin organizuar? Kush do jetë ai që e din që përfundon mandati pas 9 vitesh që të bëjë sulm kundër krimit organizuar? Asnjë nuk është. E pat raportin e spakut me shifrat? Çfarë tha raporti I spakut? Kemi bërë sekuestrime, kemi bërë këto, thjesht statistika. A pat flagrancë? Jo, me arsyetimin që nuk na kanë bërë kallëzime. Po mi, çfarë punë bën ti brenda në prokurori? Nuk del në terren të hetosh, të përgjosh. Ke 2 elementë të rëndësishëm që janë në aspektin e përgjimit. Një në parandalimin e krimit, që mbetur në tentativë, po jo çdo krim mbetet në tentativë. Sa e bëjmë si refren, si këngë. Çdo vepër penale mbetet në tentativë. Ka vepra penale që mbeten në tentativë, po ka edhe të tjerë që kërkojnë pasojën. Dhe rasti tjetër është ku personi e kryen veprën penale dhe ke në momentin që ai po e kryen, e ka zotërim me lapsën dorë duke firmosur zyrtarin në zyrë, e ke përgjuar, edhe I thu vlla, hajde kalo tani nga parlamenti të marrim autorizim. Kjo është punë objektive. Si punë subjektive që të gjej unë pas disa vite të nxjerr ty në sken një kallëzim të bërë nga hartimin e librave. E di që ekzistojnë kallëzime penale nga libra, nga filma të cilët I ke përkthyer në libra, edhe ke dosje aty të stivuara me libra, edhe ata se din nga ta nisin nga ta bitisin rastin e politikanëve tan, sepse janë kallëzuar për shkak se duhet të mbjellin tek populli të gjithë janë hajdu, të gjithë kriminal. Është si puna e avokatit, zotëri. A është degeneruar sistemi I drejtësisë nga politikanët tanë? Të gjithë thënë avokatët janë korruptuar, por nuk jemi të gjithë njësoj.
Edhe politikanë nuk jemi të gjithë njësoj. Edhe ne si njerëz nuk jemi të gjithë njësoj. S'do të thotë pse njëri është i korruptuar do të thotë që të gjithë të tjerët jemi të korruptuar. Prandaj, loja që bën Berisha bashkë me Ramën, sepse unë jam i bindur që Berisha dhe Rama mbajnë njëri tjetrin. E di pse jam i bindur për këtë gjë. Sepse pikrisht Berisha në rast se donte që Rama të dështonte, nuk bënte marrëveshjen e 26 korriku 2024. Bënte çmos që Rama mos të legjitimohet kurrë pas zgjedhjeve të 11 majit. Këtë do bëja unë. Pas zgjedhjeve të 11 majit, më mirë zgjedhje të pavlefshme se sa të jenë zgjedhje të kësaj natyre.